Në bazë të asaj që lexoj unë, po, janë më të thella dhe është thjesht një ndarje krejtësisht e natyrshme, konceptuale. Ndoshta Vjosa Osmani mund bëj karrierë brenda shtëpisë vetë politike prej ku ka dalë me rikthimin e saj te LDK-ja dhe le të shohim, le ta provoj votën pa Albin Kurtin, pa vetëvendosje. E qartë. Po, Lëvizja Vetëvendosje në fakt propozoi dy figura që janë jo politike, Feride Rushiti dhe Atixhe Hoxha. Përse edhe opozitës në fakt, tani po ju bëj pyetjen që përse mendoni që opozita nuk i votoi ato, edhe pas deklaratës së Kurtit që tha që për zonjën Feride Rushiti në fakt kishte patur vlerësime nga opozita për arritjet e saj të mëhershme para se sa të kandidohej. Atëherë për çfarë pengon opozitën që të votonte në fakt për dy figura që janë larg politikës, po themi, nuk janë jo shumë larg, sepse njëra nga kandidatet ka qenë kandidate për deputete, por që po themi që janë teknike, nuk janë figura mirëfilli politike. Sidomos doktoresha Feride i vinte krejtësisht nga bota e shoqërisë civile dhe kishte, siç e tha edhe ajo vetë mbrëm në një konferencë në orët e vona të natës, kishte mbështetjen e drejtë për drejtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Dhe ishte një zgjidhje adekuate për të parafruar, për të larguar spari gjuhën polarizuese dhe për të parafruar forcat politike, sepse ajo kishte kultivuar gjatë gjithë këtyre 20 e sa vite aktivitet në fushën e saj, kontakte dhe bashkëpunim me gjithë politikanët, me kryeministra, me president, me kryeparlamentare tjerë. Dhe do të mund të ishte një zgjidhje mirë për një mezoperiudhë, 4 vjeçare, 5 vjeçare, sa ka kushtetuta mandatin e presidentit.